Kamza ime qytet modern. Kjo është motoja në këtë rikandidim të Xhelal Mziut. Është moto që i përgjigjet së ardhmes, sepse zoti Mziu është bashkëqytetari juaj që ka punuar për ta ndryshuar Kamzën. Në këto 4 vite në Kamz u investuan mbi 40 milion euro. Janë asfaltuar mbi 60 km rrugë nga të ardhurat e bashkisë. Janë ndërtuar 10 shkolla 9-vjeçare, 3 shkolla të mesme, 2 shkolla profesionale. Ndërtuan pallatin modern të kulturës për qytetarët e Kamzës. Është trefishuar numri bizneseve nga 600 në mbi 1800. Do të bëhet furnizimi 24 orë me ujë si dhe përfundimi i rrjetit të KUZ-ve me vlerë 55 milion euro. Do të bëhet asfaltimi të gjitha rrugëve në çdo lagje të Kamzës. Do të krijohen mbi 10.000 vende të reja pune. Do të bëhet ndërtimi i kopshteve dhe çerdheve në çdo lagje të qytetit. Do të zgjidhet përfundimisht pastrimi i qytetit, si dhe do të bëhet reduktimi dhe ulje e taksave dhe tarifave vendore. Ndryshimi do të vazhdojë edhe më tej për të ndërtuar qytetin modern të Kamzës. Votoni Aleanca për qytetarin. Votoni Xhelal Mziun.